Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se vini në një tjetër episod të emisionit Të rinjt për të rinjt. Në emisionin të cilit të rinjve ju jepet hapësira e tyre për të shprehur energjinë, kreativitetin dhe të gjithë idetë që ata kanë. Sot kemi kënaqësinë të flasim për një aktivitet që po kthehet në traditë e jetës studentore të qytetit të Korçës. Episodi 1, që vjen pas episodit 0 dhe synon që çdo vit të zhndrohet në një festë të rinisë, artit dhe skenës. Nxënësit e Universitetit Fanstilian Noli në drejtimin artistik të regjisorit Albano Prodani dhe Eleftheria Ahmedës sollën një performancë të gjallë, plot humor, ritëm dhe reflektim të gjitha situatave të jetës studentore. Dhe sot pikërisht disa prej tyre do të jenë pjesë e emisionit për të na treguar më tepër për këtë eksperiencë dhe për këtë shfaqje teatrale të cilën ata kishin organizuar. Pikërisht jemi në studio me Eleftheria Ahmedën. Përshëndetje, faleminderit që e pranua ftesën. Ti ke patur një rol të rëndësishëm pra në krijimin e kësaj shfaqjeje. Si lindi ideja e episodit 1? Atëherë, ne në qershor, po të këtij viti kemi bërë episodin 0. Unë aktualisht merrem me balet, jam marrë e vogël dhe më pëlqen shumë bota e artit. Dhe në gjimnaz që në nënvjeçare merresha shumë me balet dhe thash pse jo në universitet kishte diçka të re. Po. Sepse kemi shumë aktivitete që ne bëjmë si këshill studentor, sepse episodi 0 dhe episodi 1, pra kjo shfaqje është ideja e këshillit studentor. Unë jam antare e këshillit studentor dhe mendova që do të silla diçka si risi. Dhe më erdhi në mendje një shfaqje studentore. Në episodin 0 ne kemi bërë në qershor edhe kur kam bërë lajmërim në grup, që kemi grupin me studentë, domethënë, parlamentin, ka qenë dëshirë shumë e madhe nga të gjithë studentët për të marrë pjesë dhe gati për 5-6 minuta kemi patur një numër shumë të madh pjesëmarrësh që donin të merrnin shumë pjesë, domethënë, në një shfaqje. Ju dukte interesante se ishte era e parë që bëhej, domethënë. Dhe unë isha shumë e lumtur ato momente se thash, isha pak skeptike, thoja do marrin pjesë. Por që morë. Edhe episodin 0 ne nisëm pak me frikë. Unë kisha pak frikë, mund të them se kishe frikën e publikut, sa veta mund të kishim. Edhe pse e bëje për dëshirën tënde, po është normale emocioni kur ke një publik përpara. Dhe është emocion tjetër kur ti e merr përsipër ta bësh organizimin, të gjesh regjisorin, të gjesh personazhet, të gjitha. Dhe këtë vit menduam të bënim episodin 1. Dhe menduam që ta bëjmë si traditë, domethënë të vazhdojë. Çdo vit. Po. Tani kësmet vitin tjetër, por që themi sot ta bëjmë episodin 2. Dhe episodin 1 e bëm me regjisor Albano Prodani, që unë e falenderoj shumë sepse më ka ndihmuar shumë për pjesën e aktrimit, se unë për aktrim nuk e them shumë. Por që na ka ndihmuar shumë dhe jam shumë falenderuese edhe qendrës rinore, sepse ne bashkëpunuam me qendrën rinore dhe agjencinë kombëtare të rinisë. Dhe jam shumë falenderues sepse do ta bënim në datë 8 dhjetor, por siç e dim dhjetori për teatrin e Korçës është shumë i ngarkuar, po. Dhe e bëm në datën 4, por që e kishim për ditën e rinisë si aktivitet. Kështu. Por gjithsesi ka qenë një ditë që ka qenë gjithë vëmendja tek ju. Po. Ndoshta ishte më mirë kështu. Po. Për ty personalisht, cila ka qenë pjesa më e bukur e këtij rrugtimi? Pjesa më e bukur. Tani e gjithë shfaqja për mua ishte një emocion më vete dhe ishte shumë bukur që të merra pjesë edhe të ta organizoja. Edhe pse ka shumë përgjegjësi, duhet të kesh shumë nerva kur i themi. Po që duke qenë se kishim dëshirë të gjithë dhe pjesa më e bukur mund të them që është shoqëria me njëri tjetrin, sepse aty bësh si një familje në çdo provë që bëhet brapa skena, çdo gjë bësh si një familje dhe kjo është gjë shumë e mirë. Sa kohë ju ka marrë ju puna për realizimin e shfaqjes? Ndoshta sa kohë ka marrë procesi i provave dhe si ka shkuar ky proces? Tani, unë personalisht u mora me kërcimin, dhe do me thëmë bëra pjesën e koreografive, sigurisht me ndihmën e studentëve të tjera, që kishin goxha aftësi për të krijuar lëvizje, por kohë zgjatja 1 muaj. Ka qenë pa marrë parasysh të ditët pushim që mungonim ndonjëherë jo për kolegium me gjëra të tilla. Edhe 1 muaj ishte okay, domethënë për të arritur një shfaqje të mirë dhe ndryshe nga episodin 0, gjëja që më lumturovi më shumë ishte që kishim shumë publik në ky episod dhe më pëlqeu shumë dhe isha shumë e lumtur kur pash ata njerëz, aq shumë njerëz domethënë,
Por më thoni që shikoj Elia se u shitën shumë bileta, ka shumë njerëz, më thënë ishte shumë gjësi e bukur, sepse unë këtu doja të synoja se e bëm për kënaqësinë e vetes tande, por prapë për ke publikun, për ke publikun që të mbështet, të jep atë tifon që thrasin. Ke atë emocionin, është emocion më vete. E tregon më tepër edhe suksesin pasues të episodit 0, sepse edhe ai ka qenë shumë i ndjekur. Dhe duke qenë episodi 1 përsëri po aq i ndjekur, tregon që ka qenë diçka që i ka pëlqyer publikut dhe që do të duan që ta shikojnë edhe në vazhdim. Cila ka qenë për ty pjesa më sfiduese gjatë realizimit të kësaj shfaqjeje? Më sfiduese ka qenë organizimi i gjithë shfaqjes, sepse unë jam tip për shembull që kur marr diçka përsipër, që mora kërcimin për ta organizuar për koreografinë e të gjitha me radhë, dua shumë vëmendje, dua shumë jo shumë të qeshura, kështu kam tipin. Dhe atë njohë që ke provë, domethënë ti duhet të provë. Dua prova, po. Dhe kjo ka qenë më sfiduese sepse edhe nuk i thua dot se janë studente dhe kanë të dëshirën për të kaluar sa më bukur, po prap kanë nga një përgjegjësi secile. Sepse të gjithë ishit aktor amator, mund të quhet. Nuk kishit patur eksperiencë nga të gjithë, Cili ishte një moment që nuk do të mund ta harosh nga e gjithë kjo eksperiencë? Tifot që bënte publiku nuk e haroj dot, sepse në momentin që thrisnin, duartrokisnin, aty më erdhi moment për të qartë, më mbajta vetë. Se është emocion më vetëm. Unë gjithmonë jam mësuar me skenën, po gjithmonë kur hy në skenë kam atë që emocionin sikur e ke herën e parë. Është prapa emocioni. Shfaqja pikërisht prek humorin, prek dramën, si dhe situata të çmendura të realitetit të jetës së përditshme. Cila pjesë e skenave mendon se përfaqëson më tepër jetën e përditshme studentore? Ne në të gjithë qoftë aktrimi, qoftë kërcimi, u përpoqim që të ketë nga përditshmëria e gjithë studentëve, që dhe ata të kenë më të lehtë për të shfaqur në publik me ato personazhe që u dhan nga regjizori si dhe nga unë. Dhe për shembull te kërcimi, edhe në episodin 0 dhe në episodin 1, un kam patur edhe dramë. Për shembull Solon Qybera ishte dramë më tepër. Po që edhe në pjesën e aktrimit, me sa un vura re, që e pash domethënë edhe në prova edhe në shfaqje tamam, domethënë që dëgjoja, e shikoja që nga përditshmëria kishte shumë elemente të cilët studentët e kishin edhe më lehtë për ta shfaqur në skenë. Mund të flasësh pak më tepër për rolin tënd personal, sepse ti e përmende që soloja jote kishte më tepër dhe dramë. Cila ka qenë qoftë subjekti i asaj çfarë ti realizove? Në soloja më thua. Në soloja un kam patur këngën Demons, nëse e di. Dhe e kam bërë me disa vajza, me 4-5 vajza i seleksionova sepse nuk doja të kisha shumë persona për ta arritur atë që më kisha në mendje që të përcjellja tek publiku. Dhe në thonjza, ti sulmohesh nga energja negative, se në jetën e përditshme gjithkush nga ne domethënë ka ato të momentet e veta, po që nuk është gjithmonë pozitiv gjithkohës. Ka dhe të qara përveç të qeshurave, ka dhe emocione brenda vetes që nuk i kontrollon dot. Dhe në atë këngë unë ndjeva shumë atë këngë dhe isha me lot në sy, pavarësisht se unë kisha sytë mbyllur aty, sepse ishte sikur nuk ty të kishin burgosur, të kishin prangosur kur i thua dhe ti duhet të çlirohesh nga kjo energji negative. Andaj dhe unë mora dhe 4-5 vajza që e bëra koreografin tamam. Ndjeve veten pjesë të atij roli. Unë i përjetoj shumë. Kërcimet që bëja kam shumë kështu. Përjetoj goxha. Po mira, ajo të bën që ta shprehësh më tepër emocionin dhe tek spektatorët. Për mua ishte shumë sfiduese pjesa e solo sepse isha me sy të mbyllur edhe prapë sado dhe dritat e skenës jo errësira dhe edhe mund të pengohesh, edhe u pengova në fakt. Edhe pati moment që u rrëtua, po nuk u duk aq shumë tek publiku dhe thash qysh nuk u duk. Atë surprizon mënyra se si u prit kjo shfaqje tek publiku. Pra ti e the që numri i biletave të shitura ishte shumë i lartë. E kishe këtë pritshmëri që në fillim kur e morë si nis? Skeptike isha. Isha shumë sepse të thash në episodin 0 nuk kisha 300 pak veta se mbaj më të numrin tamam. Mund të kisha 180, 200, mund të kisha kaq. Se mbaj më të mirë, po që ne kishim edhe 2 ditë. Gati 2 fish. Po, ndoshta ishte edhe sezoni dhjetor që kishte më tepër turistë, po prap u çudita. Me të drejtën dhe më ka ardhur një shoqe mbrapa skenës dhe më ka thënë që Elia, shiko se janë shitur shumë dhe ngelën vetëm 3 bileta. Edhe të vim ta shikojmë ne dhe ta, se u lodhëm, hajdeni, thash pastaj.
Po që nga kërcimi kishim 3 kërcime mos gaboj, kishim dhe vallet popullore që gjithë publiku atë do, mund të themi se kishte familjar, kishte profesor, kishte shumë të ftuar nga bashkia, të gjithë domethënë, edhe ti ishin hopa hajde. Kishin goxha dhe aty u lumturam të gjitha më shumë. Çfarë ke fituar nga ky aktivitet? Qoftë ndoshta një ndryshim që mund të kesh ndjerë tek vetja ose një aftësi të re që ti mund ta kesh përfituar, sepse ti e përmende që nuk është se ke qenë aq e aftë në pjesën e aktrimit, por që të është dashur që tek ajo pjesë të fokusohesh e pak më tepër. A e ndjer më aftësuar në këtë fushë? Shikoj, në aktrim unë rinshow që është bërë në gjimnaz, unë kam marrë pjesë vetëm një në aktrim, sepse më shumë merja pjesë në përkërcime, nga që këtë kam hobi, këtë kam pasion. Jo se nuk ja them për aktrim, por nuk ja them të shkruaj skeçe në aktrim, sepse disa studentë për shembull kanë shkruar skeçe vet. Për shembull Rina ka qenë një studente, ka bërë një skeç vet dhe ka qenë skeç shumë i bukur dhe shumë e talentuar. Dhe të tjerë Orgitoja, ka qenë Flavioja, që ka qenë dhe në episodin 0, domethënë, mbas edhe i njohin teleshikuesit që ne na ndjekin, po që ajo që çfarë fitova unë aftësi, sado që ju në skenë, sado që kesh emocione, prap fiton atë aftësi që ti kontrollosh. Dhe kjo, unë këtë dua të arrita më shumë se këtu më ngel puna. Sa e rëndësishme mendon se është që të krijohen hapësira të tilla në qytetin e Korçës për të gjithë të rinjt që duan të bëhen pjesëmarrës të aktiviteteve të tilla? Në Korçë, Blerta dhe Bardhi që merren shumë me aktivitete dhe i organizojnë, se unë i njoh dhe kam goxha kontakte domethënë nga pjesa e baletit. Më pëlqen fakti që të rinjt, sidomos gjimnazistët më shumë, merren, por universiteti nuk merrej aq, sepse kur vetë universiteti gjithë thonë që ai është një gjë më serioze, ka më shumë përgjegjësi. Por prap mendoj se duhet të angazhohen jo vetëm për shfaqje teatrale, jo vetëm për aktivitete në formën e aktrimit, në formën e kërcimit, por çdo aktivitet tjetër, si gjimnazet, si universitetet, mendoj se duhet të aktivizohen shumë, sepse i ndihmon të formojnë veten e tyre. Edhe kur jepen intervista, për shembull ti shikon dhe vetë që formon veten tënde kur ti prezanton, po që këtë gjë e kam dhe unë, për shembull, ti jem në një intervistë e ftuar, domethënë arrin të formulosh më mirë, të shprehësh më tepër mendimin. Më tepër dhe për veten tënde. Prandaj është kënaqësia që ke, por që prap të ndihmon shumë. Ti e the që ndoshta jo që vitin tjetër, por që do donit që kjo shfaqje teatrale të kthehej në një aktivitet, në një traditë të përvitshme. Në qoftë se tani do duhet që të merrje pjesë tek episodi 2. Çfarë do të doje që të përfshije diçka të re tek shfaqja e re që mund të krijohet? Unë kam shumë idera, për siç kisha për episodin 0, siç kisha për episodin 1, kam dhe për episodin 2, se unë edhe një vit kam në universitet dhe masën e besoj ta bëj Korçë, po kismet, nuk i dihet. Po në qoftë se e bëj episodin 2, nuk ta them çfarë do bëj, do ta lë surprizë. Për kështu që do ta lë surprizë për të gjithë. Po që besoj se me ide të reja kanë edhe jo vetëm unë, të gjithë studentët kanë idetë e tyre, dhe normal që unë i marr përballë të gjitha. Të gjitha domethënë idetë që kanë. Por që më mirë të ngelet surprizë. Të falenderoj shumë Melia dhe të uroj shumë suksese në të ardhmen. Faleminderit ty. Miq, do të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe do të rikthehemi sërish në studio me të ftuarit e radhës për të folur përsëri për eksperiencat e tyre mbi episodin 1. Na ndiqni. Miq, jemi rikthyer përsëri në studio për të folur sërish për episodin 1. Jemi tani në studio me dy të ftuara shumë speciale, Ursula Tako dhe Alicia Pere. Faleminderit vajza që e pranuat ftesën. Përshëndetje. Dhe së bashku do të flasim më tepër edhe për emocionet tuaja, se si jeni ndjer ju me realizimin e kësaj shfaqjeje. Fillimisht, çfarë ju shtyu ju që të merrnit pjesë në kjo shfaqje, të bëheshit pjesë e kësaj? Atëherë, duke lidhur dhe me episodin 0 që e bëm në qershor, ka qenë një eksperiencë dhe një emocion shumë i bukur dhe kjo na bëri na shtyu që ne të kërkojmë më shumë dhe që të ecim me këtë episod dhe e vendosim që ta bënim bashkë. Gjithashtu kemi qenë dhe gjithmonë kemi pasur si pasion kërcimin, edhe kur është tani si ide që shiko se do bëhet një aktivitet ka kërcim, kemi thënë që hen direkt do hym. Ju ishit të dyja pjesë të kërcimit? Po, kemi qenë të dyja në kërcim. Çfarë ka qenë më tepër roli juaj, pra subjekti i pjesës tuaj të kërcimit? Atëherë ne kemi qenë në 3 pjesë, në të 3 kërcimet. Kemi qenë në soloja ku ka qenë Elia. Po.
Kemi qenë gjithashtu dhe në kërcimi me veshjet popullore, ku ka dalë shumë e bukur. Gjithashtu edhe, po, gjithashtu edhe në Piratët. Piratët ka qenë pak gjë më, kështu do me thënë ishim Ishte shumë diçka të më egra, veçantë, po. Ishte diçka me veshje të ndryshme. Nga tre kërcimet tuaja, cila ka qenë më specialja, më e preferuara për ju? Më speciala ka qenë vallja popullore, sepse gjithë publiku ngrit me ne, po duar trokiste, po na mbështetnin dhe ne u ndihem shumë mirë, domethënë kjo na shtyu që të ishim akoma më vetvetja, të ishim që kur filluam provat për Bareshën, domethënë ka qenë gjithmonë Baresha ka qenë shumë e bukur, mezi prisnim ta shfaqnim dhe kur kemi filluar Bareshën të gjithë kanë bërë trokitur dhe ne kemi ngelur. Për ju personalisht, cila ka qenë pjesa më e bukur e të gjithë rrugtimit? Qoftë që duke filluar që nga pjesa kur e morët vesh se do të bëheshit pjesë e kësaj shfaqje, tek provat, më pas dhe tek realizimi i shfaqjes. Atëherë si fillim ka qenë fakti që mua më ka pëlqyer shumë kërcimi dhe fakti që unë do të realizoj, do dal në një skenë, do kërcej. Edhe kjo më ka pëlqyer shumë, ka qenë pjesa e prapa skenave ku kemi qenë të gjithë bashkë me ato shakat, me çdo gjë që ne kemi qenë së bashku dhe sigurisht pjesa më e bukur dalja në skenë. Dhe ato duar trokitjet e publikut, mbështetja çdo gjë. Gjithashtu dhe për mua pikë së pari ka qenë dalja në skenë kur janë hapur perdet dhe fillovi çdo gjë. Gjithashtu dhe prapa skenat ku kemi pasur shumë shoqëri të mirë, gjithashtu dhe të gjitha kujtimet që kemi pasur bashkë. A keni patur eksperiencë të mëparshme në të ngjiturit në skenë, pra të kishit një rol? Po, siç e thash dhe në fillim, e lidhe me episodin 0, të cilën e bëjmë në qershor së bashku. Edhe kjo ishte era e derisa parë. Unë kam pasur edhe më përpara, kam qenë në show në gjimnaz, edhe nuk është se kisha kaq me problem të dalin në skenë, po që gjithsesi hera e dytë ka qenë më e lehtë. Po. Për ju si kanë qenë i gjithë procesi i provave, a kishte bashkëpunim midis jush ashtu dhe qoftë? Është normale që të kishte edhe ndonjë konflikt, duke qenë se puna ishte intensive, fuqishme. Konflikte të vogla, po që në përgjithësi kemi bashkëpunuar të gjithë që të dalim të gjithë mirë. Po, gjithmonë domethënë ka qenë kemi bashkëpunuar çdo kush për orarin, për çdo gjë. Pavarësisht që siç edhe ti ka ato konfliktet e vogla për orarin, që mund të vonoheshin pak apo që në përgjithësi çdo gjë ka shkuar shumë mirë. Cila ka qenë pjesa më sfiduese gjatë provave? Kur jemi në një mendim të dy. Okej, kemi pasur te kërcimi i piratëve, kemi pasur si fillim, kemi qenë të gjithë ulur dhe duhet që të kishim një kemi qenë të mbuluara. Kemi qenë të mbuluara me një çarçaf blu. Dhe aty ishte pak si klet, mënyra se ishim të gjithë bashkë, nuk duhet të lëviznim fare që mos dukej keq edhe që nga skena. E ka qenë pak sfiduese, por që e përballuam shumë mirë. Kemi qenë 10 veta brenda, domethënë, deri në momentin që na kanë hequr çarçafin, ju nuk shihnin gjë. Në momentin që do të kapësh lëvizjen direkt faqe çarçafit. Pam dritën kur hap skena dhe tham filloi. Cili ishte një moment që ju nuk do të mund ta harroni, do të ngelet gjatë në kujtesën tuaj? Siç e tham, duar trokitja e të gjithëve. Emocioni që të japin. Ishte emocioni, emocioni kur filluan të duar trokisnin dhe hapja e perdeve në skenë. Atje, gjithashtu dhe mbrapa skena. Ai momenti që filloi edhe s'ka më kthim mbrapa. A ishte ndonjë pjesë nga skenat që ju përfaqësonte më tepër në veten tuaj personale, reale të përditshmërisë? Ndonjë moment që ju mund ta ngjenit veten më tepër, ndoshta në rolin që ju luanit? Atë ne të dyja ishim në kërcim dhe duke qenë të themi të drejtën, domethënë kërcimi, çdo kërcim ka një mesazh. Po. Dhe në çdo kërcim që kemi marrë pjesë, kudo ka qenë një cop nga vetja jonë. Po. Si në soloja ku kemi qenë me demonët, domethënë një përditshmëria jonë ku kemi dhe pjesë që nuk kemi mirë gjatë ditës, apo edhe me vallet ku përfaqësojmë një pjesë të shpirtit tonë që jemi shumë traditën tonë gjithashtu. Ishte diçka shumë e bukur. Çfarë keni përfituar ju personalisht nga ky aktivitet? Ndoshta qoftë ndonjë aftësi të re që ju mund ta keni përforcuar më tepër. Pra që të jemi më shumë vetvetja, të jemi më të lirshme e tillë. Atë që ne ndjejmë atë përfaqësojmë. Po. Kudo, domethënë edhe në kërcim të jemi, sa do të them prova bëjmë, jemi më mirë. Më mirë. Kudo, domethënë. Sa e rëndësishme është që hapësira të tilla, siç u krijua hapësira për episodin 1 të realizohesh, sa është e rëndësishme që këto hapësira të zhvillohen për të rinjt e qytetit të Korçës, pra të ketë hapësira të hapura që të gjithë të rinjt të mund të marrin pjesë, të jenë pjesë aktive e qytetit, për të shprehur qoftë edhe talentin e tyre.
është shumë e rëndësishme sepse të gjithë të rinjt ata që duan të marrin pjesë, por gjithashtu dhe ata që nuk duan, por e kanë brenda pasionin. Po. dhe kanë atë frikën që nuk duan të dalin. Po. Për të gjithë thënë duhet të hapen sa më shumë vende për të performuar në mënyrë që çdo adoleshent të tregoj të gjithë pjesën e vet. A ju surprizoi mënyra se si u prit shfaqja nga të gjithë spektatorët? Po. A i prisnin që të ishte në shifra aq të larta? Nga ajo që pam vjet që kishte më pak persona, tham, okay, po kur filluan pastaj që po shiteshin biletat më shumë, tham, okay, kjo është një shfaqje akoma më e madhe se e para. Ishin të gjitha plot. Po. Thjesht kur dolëm atje dhe pam të gjithë vendin plot ngelëm. Edhe ne u gëzuam, domethënë, ishte kënaqësia tonë që të gjithë ishin të interesuar për të parë çfarë ne kemi dhe unë të transmetoni. Po. A jeni krenare në fund të kësaj eksperience për veten tuaj, për atë çfarë ju arritët që të realizoni? Po, ndihemi vërtet krenare. Normale që jemi, sepse kemi arritur të japim diçka shumë të bukur, si për spektatorët që na pane dhe për veten tonë, një emocion shumë i pavarur. A do t'i nxisnit bashkëmoshatarët tuaj që gjithashtu të merrnin pjesë në aktivitete të këtij lloji? Pra mendoni se ka përfitime të vlefshme për ata që dhe ata të bëhen pjesë? Po normal, sepse do shfaqin veten e tyre, do shfaqin ëndrrën, le të themi. Do shfaqin pjesën e tyre të brendshme. Po, për mua ka qenë një ëndër që të dalë në skenë. Edhe unë e realizova. Edhe unë që e vogël domethënë gjithmonë kam dashur dalë në skenë, derisa erdhi një moment domethënë për një show apo të dashur edhe që në fund ja dolën. Në fund ja dolën, po arritën ta realizonin. Shumë faleminderit vajza të dyjave dhe ju uroj shumë suksesa. Faleminderit për ftesën. Do të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi në studio me të ftuarit e radhës. Na ndiqni. Jemi rikthyer përsëri në studio, këtë radhë me të ftuar Rina Muçaj dhe Jessica Tahirllari. Përshëndetje vajza, faleminderit që e pranuat ftesën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Çfarë ju shtyu ju që të bëheshit pjesë e këtij projekti? Atëherë, për mua personalisht shtysa më e madhe ka qenë Flavioja, ku më bëri pjesë të shfaqjes dhe më njohu me këtë grup fantastik. Unë personalisht gjatë gjithë jetës time në fakt kam dashur të jem pjesë e skenës. Edhe pse vite më përpara, ndoshta 2 vite më përpara, e kam pasur shumë problem. Ndoshta edhe përpara një klase të flisja, jo më në mes të një skene. Por gjithsesi ato emocionet mund t'i hash, thonjza, me talent. Por në fakt unë kam dashur gjatë gjithë jetës time të jem pjesë e skenës. Kam qenë edhe një vit më përpara në gjimnaz, në Rin Show, edhe e kam menduar se ka qenë një eksperiencë që të ndihmon shumë, edhe si student, edhe të jep shumë benefite, dhe prandaj kam. Për ju personalisht, cila ka qenë pjesa më e bukur e këtij rrugtimi? Për mua personalisht pjesa më e bukur ka qenë përveç daljes në skenë, shoqëria mbi të gjitha, të njihesh me këtë grup fantastik ishte shumë gjë e mirë dhe regjizori ishte fantastik. Gjithçka. Për mua gjithçka ka qenë shumë e bukur dhe shumë emocionuese. Kemi krijuar një grup të cilin unë personalisht e kam parë si familje, kur nuk e kam parë si shoqëri, edhe pse unë jam në vitin e parë universitet, unë edhe vajza, jemi në vitin e parë universitet dhe kemi nxënës të cilët kanë qenë edhe tek episodi 0, edhe kanë akoma dhe më shumë eksperiencë, por unë personalisht nuk e kam parë kur veten time si një njeri huaj, kupton? Si një njeri që nuk ka qenë vitin e kaluar, por ka erdhur tani. Unë nuk e kam parë veten time kështu dhe grupi nuk na ka ndjer pjesë e kësaj familje. Jemi ndjer pjesë e këtij grupi që në fillimin ton. Edhe regjizori sigurisht ka dhënë një kontribut shumë të madh. Marr shkas që ta falenderoj, duke marrë parasysh edhe intervistën e ditës së djeshme, në cilën ka përmendur edhe mua pjesë të grupit të talentuarve dhe ndihem shumë e vlerësuar. Jo se dua që ta falenderoj shumë, sepse ai nuk i ka shumë qejf falenderimet e tepërta, është njeri tepër i thjeshtë. Por dua ta falenderoj për faktin që na ka mikpritur, na ka qëndruar afër, edhe e ka marrë parasysh lodhin, edhe nuk është bezdisur nga mendja një studenti. Cila ka qenë për ju pjesa më sfiduese gjatë përgatitjeve për këtë shfaqje? Siç thanë dhe vajzat përpara se ne, pjesa sepse unë kam qenë dhe në aktrim dhe në kërcim, pjesa më sfiduese ishte ajo me Mushaman që ishte si për nesh, dhe pjesa që dolëm në skenë, si unë do të thënë,
për të parë që e kisha në aktrim, po, ishte emocioni si fillim dhe pastaj gjithçka kaloi, kur shoqëria të mbështet mbi të gjitha. Dalja në skenë është një sfidë shumë e madhe në fakt, sidomos në momentin që ti e di që nuk je një profesionist dhe ti e di që të dalësh në skenë ka dhe ato mangësitë e saj, ti je pjesë e një shoqërisë së sotme, është shumë e vështirë në fakt. Do përleshesh me mendimet, me mentalitetin dhe me gjithçka tjetër dhe sfidë shumë e madhe në fakt është të dalësh në skenë. Po. Sado je i përgatitur më përpara, sado e ke kaluar tekstin edhe sado i di se çfarë do bësh, është shumë e vështirë që të dalësh në një skenë edhe ato gjëra që ti ke përgatitur, ndërkohë që ti ke qenë me një grup me cilin ti je mësuar, është shumë e vështirë që ti të dalësh në një skenë të madhe dhe të jesh okay. Po. Do harrosh tekstin, do ngatrohesh, do harrosh lëvizjet, gjestet, mimikat, po prap do ta kapësh veten. Dhe kjo është sfidë shumë e madhe në fakt. Si arrini ju që të përballeni me emocionet e skenës? Normale që ato janë shumë të fuqishme dhe nuk mund të shmangen, po duhet një mënyrë se si të mund të përballosh ato që edhe emocioni i dur i shfaqjes të përçohet tek të ftuarit, tek shikuesit. Për mua personalisht kisha mbështetje në radhë të parë nga shokët dhe shoqet që ishin dhe pjesë e episodit 0, më thanë që gjithçka do kaloj dhe shikoj gjë me sportivitet. Dhe ashtu vera, çdo gjë ishte psikologjike mbi të gjitha dhe pastaj u rikthyem atje ku kishim për të vazhduar. Studenti dhe mendja e studentit sipas mendimit tim është shumë delikate. Nëse ti i thua të dalë në një skenë edhe i thua ti do bësh këtë gjë sepse dua unë ta bësh këtë gjë dhe nëse nuk e bën mirë ti do ikësh, është shumë e vështirë që ta marrë një student. Është shumë presion i madh. Duhet të kesh mbështetje shumë të madhe nga grupi në cilin ti je. Unë personalisht nuk e kam ndjer kur presionin nga grupi në cilin ne kemi formuar. Unë kam dalë, e kam bërë rolin, madje edhe kam shkruar një rol, dhe nuk e kam menduar që dikush do ketë zili për mua sepse unë do dalë në skenë. Askush nuk e ka pasur të zili. Ne kemi pasur harmoni mes njëri tjetrit. Po. Siç e theka edhe më parë, regjizori është një shtys shumë e madhe, duke ditur që regjizori që ti do kesh në krah është profesionist dhe di akoma dhe më shumë se ti, dhe ka kaluar akoma dhe më shumë se ti, dhe ka dalë shumë në skenë dhe ka ngrënë ato emocionet. Fakti që regjizori na ka erdhur të gjithëve në kokë dhe na ka thënë ti vlen, ti do ta bësh këtë rol dhe ti di ta bësh këtë rol. Na ka erdhur dhe 5 minutat e fundit na ka thënë, këto gjërat ke për të thënë. Do dalësh, mos të interesoj që në publik ke shumë njerëz, ke njerëz që do të qeshin në fytyrë, ke njerëz që do të flasin prapa krave, mos i vire asgjë. Ti ke dalë këtu sepse unë ta kam thënë, si një profesionist, unë ta kam thënë që ti di. Dhe kjo gjë ti jep një shtys shumë të madh që ti të dalësh në skenë dhe të japësh maksimumin. Të vlerësohet talenti tënd, të vlerësohet talenti jot, po. Po, ju personalisht e përmendët pra që keni shumë përfitime nga ky aktivitet. Konkretisht çfarë keni përfituar nga ai, qoftë ndonjë aftësi e veçantë që ju mund ta keni përmirësuar tek vetja juaj? Përveç eksperiencës që fitova dhe emocionet të cilat i kalova nëpërmjet këtij episodi, ishte shumë kënaqësi, kënaqësia më e madhe që të besha pjesë e kësaj shfaqjeje dhe aktrimi, pjesa në të cilën ne ishim që performuam. Personalisht unë isha në pjesa Trepja Necet, ku performova me Rina dhe me Paulën, vajzën e cila nuk është këtu me ne. Ishte kënaqësi shumë e madhe dhe roli i cili unë bera ishte, si të them pak, gjykues, por ja arrita, ja dola me sukses. Po për ty cili ishte roli që kishe marrë? Se kjo Rina që shikoni këtu, 2 vite më përpara nuk dinte të lidhte 2 fjalë dhe të dilte përpara klasës së saj, që kishte vite që dilte, dridheshe, kishte emocione, i dridheshe trupi, skuqeshe dhe kuptoshe që kishte një emocion shumë të madh, edhe pse kishte shumë gjëra në mendje, nuk i tregonte dot. Kjo Rina që shikoni këtu nuk e ka menduar kurrë që do të dilte në një skenë, do t'i hante ato emocionet e saj, do bënte një publik që të duartrokiste për të, që të bërtisnin emrin e saj. Në fakt unë kam marrë shumë benefite, si nga ana sociale, edhe nga ana emocionale, edhe nga ana shoqërore. Kam njohur shumë miq, nga ana sociale kam mësuar më shumë që të flas para një publiku dhe mos kem ndrojtje.
dhe ta pranoj veten time dhe talentet e mia ashtu siç janë. Po. Për sa i përket skenës, un kisha disa role, isha e futur, përveç speakeres, cilën unë ndava me Mikeshën, me shoqen time, me kolegen, Edionën. Unë kisha edhe disa role, siç ishte një rol ishte me ngacmimet e kohës së mëparshme, e kam bërë me një djalë, edhe me disa vajza të tjera që ishin protagoniste, dhe kishin një rol dytësor, le të themi, Lorena, Paula, edhe Mara. Roli tjetër ishte me Pianecet, cilën e bëra dhe me Jessicën, ishin dhe me Paolën, ishim me Flavion, me dy binjakët, Mateon dhe Antin, edhe me Jurgesin. Po. Ndërsa roli tjetër ishin poezit. Poezit e për emocionale në fakt, gjë të cilën unë nuk e mbajta dot, edhe pse qava. Mendova se ishin tepër të natyrshme, poezinë që unë kisha marrë ishte tepër emocionuese, sidomos të shikoja në nënën time që kisha përballë. Ti këndoja një poezi, ti recitoja, më fal, një poezi. Ta kisha përballë dhe ti shikoja ato syt me lot, ishte shumë e vështirë për mua ato që ta mbaja, edhe pse unë mundova që ta menaxhoja, ishte më e fortë se unë. Dhe në përgjithësi këto role ishim të futur, mendova se dhash maksimumin tim dhe e dhash maksimumin tim, edhe pse ato emocionet më ndrydhen, si mua edhe shokët e tjerë, sigurisht, por ne u munduam që ta ndihmonim shumë njëri tjetrin, sidomos në skeqet të cilat i kishim në grup. Cili ka qenë roli yt i preferuar, sepse ti e përmende që kishte disa? Nuk mund të zgjedhim të preferuarin, sepse në të gjitha jam përfshirë edhe nuk dua që të zgjedh, por në qoftë se do të zgjidhja rolin tim të preferuar do ishte Pianecet, sepse e shkrova vetë, edhe mu duk si një rol shumë qesharak, me cilën isha dhe me vajzën, me Jessin. Ishim në grup, ishim shumë, dhe në qoftë se unë do të ngatroja diçka, atë që unë do të kisha në krah, cilin unë e konsideroj si vlla apo si motër, do të më ndihmonte mua, dhe kjo ishte një plus. Dhe ashtu shumë i madh. Dhe ashtu bëm me njëri tjetrin. Në momentin që dikush ngeceshe, hidheshe dikush tjetër me batuta. Që ta ndihmonte. Hidheshe me batuta, e bënte publikun që të qeshte, ndërkohë që personi që e kishte atë fjalë për ta thënë e mendonte. Shpeshherë dilim dhe nga roli. Duke qenë se ju keni qenë kaq të afërt me njëri tjetrin, ju vinte edhe më natyrshme që ta ndihmonit njëri tjetrin. Po, ishim shumë afër me njëri tjetrin. Kjo e bën publikun ta pëlqejë më tepër shfaqjen, mendoj. Përveç se ishim të afruar me njëri tjetrin, ishim të afruar dhe me regjisorin. Regjisori nuk na pa kur si një person që ishte më lart se ne, që ishte një person profesionist. Nuk na pa në atë lloj mënyre, ne na pa si familje. E kuptoi që ne jemi student. Ne do bëjmë aq sa mundemi të bëjmë. Po. Ai na mbajti afër dhe unë për të gjë e falenderoj, unë dhe gjithë grupi në fakt, e falenderojmë Albano Prodanin për faktin që na kanë dhënë afër, na ka kuptuar edhe problemet tona, vonesat, mërzitjet, trishtimet, inatet. A e prisnit ju që shfaqja të ishte aq e pëlqyer e mirëpritur nga publiku? Duke qenë se unë isha dhe në, domethënë si shikuese në episodin 0, këtë radhë jam befasuar sepse erën e parë nuk ishte aq pjesëmarrje, kurse këtë radhë kishte më shumë dhe në momentin që pam që ishte plot salla, na kapën ato emocione të cilat si përballonim dot, por kaloi çdo gjë. Që në momentin e parë të kërcimit ku ishim, kaloi. Pavarësisht se me disa ngatrime të vogla, kaloi. Unë për veten time isha shumë e befasuar. Unë kam qenë edhe në gjimnaz, në Rin Show, edhe aq duart trokitje sa kam marrë, nuk i kam ndier ndonjëherë, sepse kam pasur role të vogla episodike dhe nuk i kam ndier duart trokitjen e tepërt nga publiku. Dhe si vjet jam ndier shumë e ngrohtë. Duart trokitjet dhe të përtiturat të publikut japin më shumë zemër, edhe të bëjnë ty të ndihesh akoma dhe më sigurt për atë që bën. Po. Dhe jam ndier shumë e befasuar nga ngrohtësia e publikut. Nga ky përjetim pozitiv që ju keni marrë nga kjo shfaqje, a ju nxit kjo që të keni dëshirë që edhe jo vetëm për episodin, por që edhe në shfaqje të tjera që mund të realizohen ju të jeni pjesë e tyre? Unë personalisht nuk isha marrë kur pjesë në shfaqje. Kjo ishte hera e parë për mua dhe ishte një nxitje shumë e madhe që pse jo të marr edhe pjesë në shfaqje të tjera dhe jo vetëm në episodet që do vazhdojmë. Po, patjetër. Derisa e morëm këtë iniciativë dhe menduam që do të ishte akoma dhe më mirë që të jemi pjesë e skenës, unë e shoh më të arsyeshme që të jem pjesë e skenës dhe
të dal aty ku unë e shoh të arsyeshme dhe e di që jam mirë. Dhe mua më pëlqen shumë të dal në skenë. Jo vetëm për aktrim, por edhe për këngë. Edhe pse nuk kam pasur guximin e duhur që për këngë të dal 3 vjet në gjimnaz, edhe si vjet në universitet, mendoj se do mundem të dal vitet e tjera, duke marrë parasysh faktin që edhe emocionet zbehen me kalimin e kohës. Kështu. Shumë faleminderit. Vajza ju uroj shumë suksese që të dyjave. Gjithashtu. Do të shkëputemi edhe një herë për një hapësirë të vogël dhe rikthehemi në studio me 2 të ftuarit e fundit që do të na flasin përsëri për episodin 1. Na ndiqni. Jemi rikthyer përsëri në studio, këtë radhë me 2 të ftuarit e fundit të sotëm që do të na flasin edhe një herë për episodin 1 dhe për eksperiencën e tyre personale të marrit pjesë në kësaj shfaqje. Jemi këtu me Mateo Hyskë dhe Flavio Thomaj. Faleminderit Djema që e pranuat ftesën. Faleminderit, kënaqësi. Çfarë ju shtyu ju që të përfshiheshit në këtë projekt, të bëheshit pjesë e këtij projekti? Po marra e shumë aktiviteteve, sepse nuk është hera e parë që dal në skenë. Kam dalë edhe më përpara në Rin Show, edhe në episodi 0, dhe kjo më shtyu që të merra pjesë në episodin 1. Dhe për mua e njëjta gjë është, dhe unë kam marrë pjesë në episodin 0 dhe në Rin Show më përpara, dhe kam, domethënë, gjithë, si ta thuash, karrierën time me të njëjtin rol dhe më pëlqen shumë si karakter, dhe aty në ai rol jap maksimumin. Dhe ajo gjë më shtyu, domethënë, që të merja pjesë tek episodi 1. Cili ka qenë ky rol? Roli tim është një karakter shumë, domethënë, si ta thuash, si i rrallë, domethënë rolin e Devolliut. Domethënë kalon çik kështu si aga, të thuash, po që tregon që domethënë ne të rinj të dim të bëjmë shumë gjëra, domethënë të bëjmë rolin e Devolliut, një rol tjetër, më kupton, një rol serioz, një rol të piri, të gjitha. Po. Ndërsa unë, si të thuash, kam dalë nga kornizat e rolit primar, sepse roli im primar është roli me Binjakun që flisim në të njëjtën kohë. Do me thënë sinkronizim. Po. Flasim në të njëjtën kohë, veprojmë në të njëjtën kohë. Edhe në këtë shfaqje ne kishim një rol ndryshe. Cili ishte roli? Atëre ne kishim 2 role. Një rol e kishim në skeçi Magjistarit, ku Magjistari ishte Flavia, dhe ne ishim pjesëtarë që Flavia na bënte magjinë. Në fillim futesha unë në dollap, edhe Flavia theshte që ju mendoni se djali është këtu, por ai është atje. Edhe lart dilte Binjaku tjetër, edhe ndërlidh shumë bukur. Sikur e zhduka unë, domethënë. Kurse roli tjetër ishte në Pianecët. Unë, do të thënë, ne ishim 3 burra. Unë, Binjaku dhe Jurgesti. Kurse gratë ishin Rina, Jessica dhe Paola. Gratë të vinin të pira nga diskoteka dhe ne i prisnim me frikë ose ishim disi të mërzitur që pse nuk po vinë gratë të shkoj vonë. Po. Ishte rutina e tyre, domethënë që ato ishin gjithmonë të pira, domethënë që ishin si po të thuash si të lojtura kështu nga ana, nuk bënin punë të shtëpisë fare. Edhe domethënë kjo tregon një mesazh për këtë që kemi bërë Pianecët, domethënë që ka shojtur Rina, se disa shoqëri kështu janë, domethënë, vinë gratë të pira, bëjnë çfarë të duan, e kupton, edhe burrat rrinë për shembull, ose e njëjta gjë edhe burrat që shkojnë abuzojnë burrat dhe gratë presin. Domethënë kjo kishte një farë mesazhi të vogël që nuk duhet bërë ashtu siç bëjmë ne në shfaqje. Po. Ti Flavio ke qenë pjesë të kërcimit. Po. Të dyve, për të dy vlen kjo pyetje. Nga të gjitha pjesët që ju kishit në episodin 1, cila ka qenë e preferuara juaj? E preferuara ime normalisht ishte ajo që bëra unë tek Magjistari, por edhe tek Piratët isha shumë, domethënë, ndihesha shumë mirë aty tek kërcimi, se që në provat ne vini me kënaqësi, na shijonte muzika, domethënë e ndjenim, domethënë kur kërcenim, nuk kërcenim me zor. Vinim në prova, bënim deri në fund, deri dhe minutën e fundit ne kërcenim e kalonim dhe një herë. Edhe Elia që ishte si, domethënë ajo që na mësonte, domethënë kërcimin ishte shumë vajzë e mirë, domethënë na mësonte, zireshim nga pak, kishim ato konfliktet tona, po që ja kaluam shumë mirë. Ndërsa
për mua roli më i veçantë ishte roli në pianec, sepse kisha më shumë fjalë, kisha më shumë batuta, mimika, por edhe tek magjistarët ishte një rol i bukur. Cila ishte pjesa më sfiduese gjatë përgatitjeve për këtë projekt? Pjesa më sfiduese ishte, domethënë, me profesor Alban Prodanin, se unë profesor i them, me atë ishte një qik sfiduese, sepse ai mundoheshe domethënë gjithmonë për mirë, po neve domethënë nga që jemi të rinj edhe thoni me vete që mjatani boll se po flet shumë ose edhe ne kishim ato gabimet tona që i ndërrynim në punën e tij që po bante. Edhe kjo ishte një çik si e sikletshme domethënë. Po, edhe pjesë e prova ishte disi e vështirë, derisa u mësua me fjalët, me batutat, me mimikat, edhe matja e futjeve të objekteve. Do të thënë duhet të masim kohë, duhet të ishim më konstant me futjen e objekteve. Edhe do të thënë mënyra e të folurit me publikun. Këtë e kishim shumë të vështirë të ambientoheshim, sepse flisnim më shumë me njëri tjetrin, por batutën duhet ta hidhnim drejt nga publiku. Këtë e kishim të vështirë, por ja dolëm me shumë punë. Cili ishte një moment që ju nuk do mund të harroni? Atëre, si çdo shfaqje, gjë më e rëndësishme janë provat, sepse në provat kalon më shumë kohë, qesh, zbavitesh, ose kur ngatron një batutë edhe shoqëria fillon qesh. Ndërsa finalizimi ikën shumë shpejt. Do të thënë dhënia e shfaqjes ikën shumë shpejt. Po, ne kaluam pothuajse një muaj prova dhe e dham atë shfaqje për 1 orë. Ajo shfaqja domethënë neve na u duk kështu si që iku tani, neve sikur ne na mori me frymë edhe i prova. Po, si reagoi publiku në sytë tuaj? A u ndit të mirëpritur nga ai, të dashur me rolet tuaja? Po, nga publiku jemi ndjer shumë të gëzuar, se kur ishin të mbyllura perdet, po na thoshin që po vinë shumë njerëz. Po vinë shumë, po marrin të gjithë bileta dhe ne domethënë sikur u trembëm se tham pse po na vinë gjithë tani, e kupton, edhe domethënë na hypi një emocion që nuk kemi për të harruar kurrë. Ishte shumë e bukur. Dhe të flisja atje përpara publikut është një gjë shumë emocionuese, të duart trokas publiku, kur e shikon domethënë veten që po e bën publikun për vete, ndihesh sikur je në një mjeshtër i asaj fushe. Me pak fjalë, publiku është si të thuash motivuesi për aktorin, sepse kur publiku duart troket ose qesh, ti jep një shtysë që ti të bësh ta bësh akoma më mirë atë rol. Po, më të mirën tënde. Edhe ne e kemi ndjerë shumë mirë nga publiku këtë gjë. A kishit emocione kur u ngjitët në skenë? Për mua kisha vetëm pak në fillim kur dolëm te kërcimi, kurse pastaj kur dola tek aktrimi që bëja magjistarin, domethënë emocionet kishin kaluar komplet. U ndjeve si në shtëpi. Po, sepse po shikoja edhe shokët që po aktronin më përpara, edhe ata më pëlqyen shumë, domethënë si aktronin Andi, Mateoja, Orgitoja, Jessica, Rina, të gjithë pa përjashtim. Ata ishin domethënë po e bënin shumë mirë në syrin tim dhe mua më pëlqeu shumë edhe thash që mos e vras edhe unë mendjen, në ty atje të bëj punën çfarë kisha për të bërë, edhe të dilja. Ndërsa unë jam një person që kam shumë emocione, sepse sado shfaqje të tjera të jap, ma më duke sikur jap për herë të parë shfaqje, sepse në fund të fundit kjo është magjia e teatrit. Po. A mendoni se kjo shfaqje duhet të kthehet në një traditë të përvitshme të qytetit tonë? Po, duhet, domethënë duhet të vazhdoj derisa ne të vej episodi 100, si të thua, domethënë derisa të mplakemi, se kjo gjë është shumë e bukur. Kjo nuk të le asnjëherë mbrapa, domethënë. Do donit që të merrnit pjesë dhe në vazhdimsi të ishit përsëri ju aktorët. Po. Sa më shumë të merresh me art, aq më shumë mëson. Mëson gjëra të reja dhe është shumë e bukur për ne të rinj të merremi me art. Po. Çfarë do të donit që të sillte episodi 2 tek të rinjt nëse do të realizohej? Po, çdo episod i ri duhet të jetë në ngritje, si të thuash. Po. Edhe për ne duhet t'jap
një risi më të përhapur, më të bukur. Çdo episod që vjen. A keni një mesazh që do doni t'ja u jepni të rinjve që duan të marrin pjesë në aktivitete të tilla, të bëhen ndoshta aktor në të ardhmen e tyre? Po, se si të gjithë ne domethënë jemi nisur kush do vi të bëjmë një shfaqje si fillim aty te Green Show, edhe domethënë kemi vajtu na ka shtyre ajo pjesa që të vejmë. Po. Edhe duke u angazhuar, domethënë pak nga pak kemi filluar të kuptojmë edhe vetë që dim të bëjmë diçka. Dhe pse jo të gjithë të rinjtë të mundohen të bëjnë diçka në jetë, po edhe të merren me aktrim ose me art, me të gjithë që ka të bëjë pjesë me artin, duhet provuar njëherë në jetë, është shumë gjë e bukur, si unë si Flavio, domethënë që e kam provuar. Ndihem shumë mirë në këtë gjë që jam këtu domethënë. Unë them këtë që çdo student që ka pasion në aktrimin, kërcimin, muzikën, atë që nguron, që nuk është i sigurt në vete, ta shfaqë, do të thënë të punoj sa më shumë, që do të thënë të thotë ore ky jam unë. Po. Do të thënë ta nxjerr talentin e tij. Pse mos e jap talentin? Sepse në fundit arti është kërkesa e njerëzit, ka thënë Dostojevski, ashtu siç është të ngrani dhe të pirit. Po. Dhe për të gjithë të rinjtë, domethënë që të mundohen të largohen nga të ligat, arti të afron tek të mira dhe të largon tek të ligat, duke nisur që nga telefoni, domethënë të dalat të vonuarat jashtë, se për shembull ti je i lodhur duke aktruar tër ditën ose të merresh me një sport, edhe nuk e ka të rish natën, sepse natën ndodhin gjëra jo të mira. Po. Arti në fundit është një identitet shoqëror dhe kulturor që jep shumë pozitivitet tek njeriu. Edhe sidomos të rinjtë duhet të merren sa më shumë me art. Po. Shumë faleminderit Djema. Që ishe me ne, shumë sukses. Faleminderit. Kemi arritur kështu në fund të këtij episodi të sotëm të emisionit Të rinjt për të rinjt. Kemi folur në gjërësi për episodin 1, duke ftuar të rinjt dhe duke na treguar për emocionet e tyra dhe mënyrën se si ata për dhe publiku që ishin prezent e kanë pritur këtë shfaqje. Kjo ishte gjithçka për këtë episod dhe deri në javën e ardhshme na ndiqni. Faleminderit.